Sakrifikoj ligën e komëve, po them. Sakrifica bëhet, por bëhet kur heq një titular për një më të mirë, jo e heq një titular për një që s'ka luajtur fare dhe fut aty në fushë. Mund të performoj 2 ndeshje në muaj për ekipin kombëtar. Nëse ai mund të jetë yll aty, vjen këtu zhgënjej, nuk është e thënë, nuk është absolut asnjë. Ai është yll në Championship, performon kampionat anglez dhe po erdhi me Shqipërinë. Është yll, po luan aty në. Edhe çfarë nuk po performon me Shqipërinë. Po performoi shumë mirë se kishte lojtarë më të mirë. Shumë mirë është. Po pra aty është, si është i zënë. Është i zënë vendi pra për momentin. Kjo është e gabuar më Krisi. Ti nuk mund ta thuash të që se je gazetar, nuk mund ta thuash ti që është vendi i zënë. Kontari nuk është me tapi, o Kristi. Salutari mbeten ekipet e tjera jashtë, nis diskutimi, Serbis, Çekis, Polonis, merit të gjithë. Ore, po flasim për kombëtarën shqiptare të futbollit. Ashtu nuk ka ekip kombëtar. Nëse ti do që të bësh një kombëtare të suksesshme, duhet t'i japësh mundësinë të gjithë atyre që në momentin kur ti thritesh performojnë mirë. Momentin që ne do kishim mbaruar të tretët në grup dhe do ishim jashtë gare. Ore, lëre më këtë historinë, më të tretët apo të parët. Që rëndësi ka, kjo mbaroi. Mbaroi, por me imi akoma ngar, s'ka mbaruar akoma. Mbaroi kjo historia e grupit, ka përfunduar grupi. Po pra ekipi po ecën mirë, më fal, ekipi po ecën që mirë apo po absolutisht, më nuk po thot që po thot që s'po ecën mirë. Absolutisht. Por mes kësaj ecurisë së mirë kishte edhe disa momente kur çedove. Patjetër që po. Ne duam të ecë shumë mirë, po jo mirë. Tani, ideja është këtu, ti ke 2 lojtarë, unë po të them 2 lojtarë. Po jeti garanci mua nëse po them kod tani po bëj kontratë dalin vjen Mehmeti dhe Muçi dhe nuk fitojmë, nuk ecën mirë. Po shikoj, lojtarë si Muçi Shqipëria i ka një herë 100 vjet. Lojtarë si Po dakord, nëse ti ke si lojtarë si Muçi kombëtare, atëherë po e nisim momentin që ai do dështonte totalisht, nuk do të kualifikohej në play-off. Gjithë ne do ta kryqëzonim, do thoshim që se nuk mori Muçin, se nuk mori Mehmetin. Tani që doli, domethënë ka drejt ai. Tani. Jo, më po, ati rezultatet po japin të drejtë për momentin. Broja në ndeshjen e dytë, edhe pse ndoshta është pak e tepruar ta lesh Muçin jashtë, po për në lojë, për në fushë. Jo pak e tepruar, më shumë e tepruar. Shumë e tepruar. Dakord, me ty janë te kjo pjesë. Anis Mehmeti, si Futria. Unë flas ata që luajnë. Po çfarë broje, për çfarë do flasim për brojen? Po, se po aktivizohet mos thjesht se ai do tani ka një gjë. Po aktivizohet dhe çfarë do të thotë kjo se po aktivizohet? Silvinio do t'i marrë ata që ka marrë gjithmonë. Ore shumë mirë, më dakord se në formë Kristi e tha që duam të jenë në formë të mirë për ata që do marrin. Nuk ka lidhje, vendi është i zënë. Pa ekip fare dhe mund të vish luash kombëtare. Kjo është standardisht jo, po ne mos themi. Po sigurisht që jam Po Bajrami ishte jashtë në tribunë dhe vjen luan këtu, bën gol. Bajrani mund të jetë në tribunë për ndeshje, po në stërvitje luan është gjithkohës ai. Po pra, nuk është ndonjëherë forma, nuk është se duhet të shkëlqesh patjetër të vish kombëtare ashtu. Standardi që ka vendosur Silvinio është edhe pse mund të jesh në tribunë prej një muaji rresht të Rangersit, ti mund të vish të luash këtu. Aty nëse vjen këtu dhe ti i bën punën e vet, apo dhe Broja, nuk ka luajtur, po është titullar tani. Po luan, them domethënë. Po luan me pak minuta. Po me pak minuta, po ti luaj nga paktën se sa 30 fare, më mirë pak se sa hiç. Të paktën të rikthehet në atë minutazhin që ka vite që mos them 2 vite e gjysmë që i mungon, sepse edhe për të mirën tonë normalisht ajo është. Pastaj këto diskutimet luan në krah, luan në qendër, për momentin ai po funksionon deri diku në krah, ecën aty. E kuptoj. Do ndalë pak tek lojtarët e Kosovës. Rahmani, një performancë shumë e mirë ditën e djeshme ke Napoli. Muriqi është, po themi, i dyti me golat barabartë me Lewandowski. Kosova i vlerëson këto, Aslanin, Muriqin i vlerëson, prandaj i fut formacion. Prandaj Aslani erdhi nga hiçi edhe u fut. Nuk i tha njëri e ke vendin e zën. Zhegrova që ishte yll, të lutem. Aslani pra fisnik Aslani, po. E kuptoj njerëzit. Muriqi kishte 2 krah, Rashicën edhe Zhegrovën, 2 lojtarë që ishin yjet e Kosovës. Të dy erdhën dhe ulën në stol nga zotëri Foda, sepse nuk ishin në formë, dolën njëri dëmtuar, tjetri humbi formën, dolën nga formacioni dhe u aktivizuan ata që performonin më mirë në skuadrat e tyre. Një ndër to është Fisnik Aslani, që po bën shumë mirë te Hoffenheimi dhe shumë mirë te Kosova. Tani neve ndryshe nga Kosova, nuk e kemi luksin që atë vendin që e kemi cimentuar dhe ja kemi dhënë dikujt me tapi, ta heqim dhe të fusim dikë më të mirë. Se ne kaq e rrisim nivelin, nuk kemi mundësi me rrit më shumë nivelin. Me shike Rashicën dhe Zhegrovën që hoqë, edhe ne hoqëm Taulan Seferin dhe Jasir Hasani, nuk i kemë, ta kishte 2 krati para një viti, nuk i kemë, tani ke Arber Hoxhën dhe Brojen. Po pra, po në ndryshim nga ta, Fisnik Aslani shënon. Kurse këto krahat që futi Broja ka ca kopa shënuar. Po mirë, ai është për momentin më i votuari për të luajtur në atë. Po gjithsesi dhe ne kemi ndryshuar disa absolutisht, por
Ti ke mundësin të shfrytëzosh që për momentin ke dy lojtarë në super form dhe të dy njëri nuk është pjesë e kombëtarës, që është skandal për mua, që nuk është pjesë e kombëtarës, dhe tjetri është duke performuar jashtëzakonisht mirë dhe nuk merr minuta. Përpos ti, në ndeshjet e fundit mungon edhe një ndër lojtarët më të mirë që kanë nxjerrë kampionati shqiptar i futbollit, që është Ernest Muçi, i cili nuk thirret më në kombëtare. Tani, këto janë pikpyetjet e mëdha. Ajo që theti që parë për mua është totalisht e gabuar. Besoj në mars do ngrumbullohet, sepse ai një periudhë që u lëvizi nga ekipi u transferua Zoa. Mund të ketë ndryshime në mars, po thua, në jo ndryshime, po besoj që do rikthehet në listë. Besoj, mund që patjetër. Po duhet lejti që të kthejse. Po patjetër që ta gjej vendin, sepse ajo ndeshja e fundit e play-offit që është, normalisht do ketë edhe disa lënje në tribun që Silvinjo mund t'i menaxhojë mirë, ndoshta në një mbrojtës, në një portier të katërt apo. Po them që Muçi nuk është e larguar, ndryshe diskutimi për Mehmetin, i cili ka 3 vite që nuk është thirrur.